Kryeministri shohet për njerëzve pa pik problemi. Shohet ai i cili ka luftu për këtë vend. Veç këshirni komentet, s'ki çka sheh. Shko more i njeri ma i poshtër se ky s'kom pa najher. Bre, ja, definitivisht që në rregull nuk është. Kryeministri e ka more një titull, nuk shohet ai si mos me pas pik vlere. Tek e fundit, krejt qeveria jemi na një farë forme. Qysh jemi na? Se na krejt qti vendit vogël jemi të njëjtë, e shohim njëri tjetrin si me shojt veten. Rrjetet sociale tash e kanë mundësu që na krejt ma arrit me shfaq veten kush jemi publikisht. A ka mundësi krejt që të frustrim që na e kemi mrena vetes me e nxjerr jashtë vetes në forma të tjera. Si për shembull, tu dal me vrapu, tu punu shumë në fushat në të cilat na kemi kapacitet. Edhe lirohem vetë emocionalisht edhe qesim bile diçka ndrit. Se për çështu, na edhe në rolin e komentuesit veç jemi tu e ngarku veten ma shumë. Po edhe ata që i lexojnë komentet automatikisht kanë me marrë çat energji jo të mirë. Edhe dashtem ose s'dashtem ka me ndikute na. Në mënyrën qysh na funksionojmë. E mas ne i thojmë çka u bo bre që kush qysh s'po bëhet mirë.